jemi brenda atjene, jam shumë i lumtur që jemi gjithë pjesëmarrës dhe jam shumë i lumtur që po e mbyllim bashkë këtë vit me plot suksese, plot sakrifica, plot mundime dhe me shumë punë të cilat i kemi arritur me aq shumë mund dhe me aq shumë përkushtim. Do doja një dorëpërkitje nga gjithë pjesëmarrësit për ne, për vetën tonë dhe për rëndësinë më të mirë për vitin e ardhshëm. Pika e dytë është që vërtet ndoshta mund të kemi pasur zënka, keqkuptime, debate, por gjitha këto unë e di shumë mirë që janë në favor të punës dhe janë në favor që ne të bëhemi më të mirë për veten. Gjithmonë debatin na bën më të mirë, gjithmonë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin do na bëjë më të fortë për të qarë një treg aq shumë të vështirë, i cili kohë sotme ka shumë konkurrencë dhe ka shumë mundësi, po themi, në të ardhmen që ne mund të realizojmë. Edhe njërë dorëpërkitje dhe ju uroj gëzuar një vit të mbarë dhe në sa më shumë të Përgjete jo në ukrainese, do në përkthej diçka ukrainisht dhe një urim në gjuhën e tyre për shtetasit dhe për kolegët tanë ukrainës. Ребята, Алекс сказал, что мы работали целый год очень серьезно, мы открыли новый офис, у нас очень много всяких совершений, у нас новые агенты, у нас новые офисы, у нас куча достижений. Несмотря на огромную конкуренцию, которая есть на этом рынке, мы достойно себя показали в этом году. Поэтому он поздравляет всех с окончанием года работы и надеется на то, что все мы станем огромной командой и будем работать весь следующий год, не покладая руки и ради нашего процветания. Поэтому поздравляем вас всех и очень благодарны за то, что вы присоединились к огромной команде АФС. И мы надеемся, что наша команда будет только расти. Поэтому мы вас всех очень любим, очень уважаем и надеемся, что вы с нами на долгие годы. Së pari, si çdo vit, ne kemi një traditë në cilën mbajmë disa statistika dhe vit për vit siç e kemi mbajtur ashtu dhe ato vazhdojmë të mbajmë për të kuptuar ecurinë e tregut, për të kuptuar se si po shkojnë çmimet dhe çfarë është tendenca e tregut në rritje në zbritje, sepse gjithmonë kjo fushë në lidhje me pjesën e çmimeve të pronave, e cila që fushë për mua është e pafundme dhe që ofron mundësi të përtenje. Atëherë mbajmë secili nga dy fjali, secili, ato që do të rasun të vinë do flasin dy fjalë, pra ku e shohin vetën në të ardhmen dhe motivacioni pse kam nisur këtë punë, duke filluar nga gjendja që do të rasin tani. Kleo? Rasim Kleo se do i ndasë. Një sekundë, së nga blokë. Nuk e bajmë, bardaj. Tani, si fillim një përshëndetje për gjithë, faleminderit që keni ardhur. Edhe pse mbasi si akoma të flasi pari, mu dha stafeta sepse duhet iki shpejt për ndasëm, si që dini. Për te shakabe, edhe këtë vit i ku shpejt, 5 muajt e fundit ka qenë një aventurë ndryshe për mua le themi, bëhet qefi që i kemi kaluar bashkë. S'kam asgjë tjetër përveç se respekt për ju. Shpresoj që vitin tjetër kemi sa më shumë bashkëpunime dhe transakcione. Faleminderit.
сотрудничать. It's a very big hope that she will be with us, with our family at a long, long time. Я очень рада, что вы с нами. To be here and she loves everyone and she have a very good relationship with our agency. С Юсечкой, конечно, с Дашей. Мы девочки. Ну и с Новым годом, конечно, всех. Happy New Year for all! Amen. Амінь. Хто був, дуже виясняється жінка, хто був на камні сурли, хто був на камні surre 7 muaj më parë, me shumë frikë, domethënë sepse po hyja një treg që për mua kur e qija nga jashtë ishte donte shumë guxim, shumë ambicie. Mbase nuk kam qenë aty ku doja të isha vërtet, domethënë këto 7 muaj, por nga vetja ime pres një rritje akoma më të madhe profesionale, të kemi shumë siguri në vetvete dhe dua që realisht të arrij ato rezultate që realisht më përfaqësojnë mua. Ju falenderoj të gjithëve. Italy. Long time no see. Thank you everyone for this year. It's my first year in the agency. I appreciate it to all of you for helping, for work with me. And I think it's not my last year. I believe to work with you a lot of years. Thank you. Happy New Year. I can't call it. Gëzuar gjithëve dhe për gjithë ju, sinqerisht ashtim kam i falendërim veçan sepse që nga dita parë që kam marrë në punë, se cili nga ju m'jeni qenë të afër për çdo çështje kam pas më keni ndihmu dhe shpresoj që për vitin tjetër të kemi sa më shumë bashkëpunime dhe harmonime së njëri tjetrit dhe edhe debate se mirë na bëjmë, kështu që edhe i falendërimi veçan për rritin aty. Daria. I'm very worried and I want Yaroslav help me and I want to tell Ukraine. Okay. Я дуже щаслива, що я працюю в компанії ЄС. В першу чергу хочу подякувати родині Василя і Ярослава за те, що вони мене прийняли. Щаслива, що я познайомилася з Алексом та з його дружиною Деєю. І дуже щаслива, що на всіх етапах моєї роботи кожен мені допомагав, йшов на зустріч і не залишив мене на самоті. Happy New Year and thank you. I just say some words that she is very appreciated to be like a part of our team, and she said that so much help, so much good people she meet in our company, and she very thankful and grateful to come to our family. She said to Alex, Thea, me and Vasily, and she is very happy to be with us, and she wants to go through all the struggles and to have very good have very good, I don't know how to say, she wants to be a happiness here in our team. Graziella.
ditë të mëson se sa e rëndësishme është puna që ne bëjmë dhe sa shumë besim kanë njerëzit tek ne. Synimi i mirë për këtë vit është të përmirësohemi çdo ditë të kontribuojmë energji dhe përkushtim për çdo hap të punës tonë. Dua që të kemi një vit sa më të lumtur që gjithë, sa më shumë punë dhe një vit sa më të mbarë. Karriera ime ka ishte të veçantë sepse vitet e para, 15 vitet e para kur kam nisur, kam pasur fatin të punoj me njerëz dyfishën e moshës time, që më ka rritur. Këto 15 vitet e fundit kam pasur prap fatin e mirë të punoj me më të rinj se sa vetja ime. Dhe kjo është një aventurë e shkëlqyer. Ka qenë eksperiment këtë vit për mua, eksperiencë shumë mirë dhe shpresoj që vitin që vjen të jetë më i suksesshëm. Përshëndetje të gjithëve, ky është viti i ri im i tretë me këtë agjenci. Jam shumë i kënaqur dhe ne gjithë duhet jemi kënaqur që jemi pjesë e kësaj pune, pasi ne nuk shesim gjëra të zakonshme, ne shesim prona dhe siç e thotë edhe logoja e AFS-s, pronat janë emocioni në jetë. Kështu që mos hiqni dorë kjo punë, vazhdoni, sukses të gjithë dhe gëzuar deri. Albania with so great people, everybody from us, from me like friend. I love everybody. Kemi midis njëri tjetrit, kemi bërë ose jo, edhe duhet falenderoj çdo kënd specifikisht që ndodhet pjesë AFS-s, aq më tepër Aleksin, i cili ka qenë krah me dhe besoj krah gjithëve neve që jemi këtu. Faleminderit që të gjithëve, uroj të kemi sa më shumë punë, sa më shumë harmoni me njëri tjetrit, edhe gëzuar që të gjithë vitin e ri. Përshëndetje të gjithëve, për mua shumë kënaqësi të punoj në pjesë e AFS-s, me një staf shumë të mirë si juve, dhe unë si agent i personalisht jam ndjerë shumë mirë dhe kam ndjerë dhe mbështetjen tuaj. Uroj që edhe në vazhdimsi gjithçka të jetë më mirë, ju uroj të gjithëve gëzuar festat dhe ju falenderoj.
shefët e mi, Aleksit dhe Tea që ma kam bërë punë shumë të keq që mendoja. Kemi një shumë kratë, kemi qef një staf shumë e mrekullueshëm, sepse unë këtë punë e kam marrë me shumë stres. Në fillim se mendoja që ishte shumë e vështirë, po falenderoj agjentë të zyrës time, që kanë qenë shumë të mirë. Zor pjesës. Faleminderit shumë gjitha për profesionalizmin, harmoninë, dashurinë që na keni shndruar pranë mua, kolegëve, njëri tjetrit. Jam shumë e lumtur që jam pranë jush sot. Sa më shumë transaksione dhe let's go. Amin. Përshëndetje gjithë atëre. Ky vit ka qenë një sprov për mua me të drejtën, por që shpresoj që viti që vjen si agjente që unë kam vendosur të jem, kem sa më shumë bashkëpunime me të gjithë prej jush, sa më shumë mbështetje prej jush, edhe të mësoj gjithë secili nga ju ndaj gjithë gjërat e mira që u keni dhe të këqija tjetër. Gëzuar festat edhe ju takojmë në vitin ardhshëm. Ju përshëndes të gjithëve. Unë jam shumë e lumtur që jam sot me ju. Do të falenderoj në veçantë kolegën me të cilët kemi qeshur, kemi festuar, kemi qarë, kemi lotuar për të gjitha gjërat që nuk janë mbyllur. Gjithashtu do të falenderoj edhe Aleksin dhe Tean për të gjithë mbështetjen që më kanë dhënë. Jam shumë e lumtur të jem me ju dhe duke qenë se edhe Orlando e tha që ne nuk shesim vetëm prona, kështu që vazhdoni të shisni emocionet e një jete. Ju përshëndes edhe shihemi sërish. Aleksin se sa si një gjë që unë doja, por më vonë kuptova që kjo gjëja më përkiste edhe mua. Ju uroj një vit sa më të mbarë për vitin që vjen edhe shpresoj që në fund të vitit tjetër të jemi të gjithë popra bashkë. First time to see Jose being a student. Compliment. My best compliment is compliment. Yeah. Yes.
Para këtë vit ka një dhuratë ose më saktë të themi një trofe goxha special. Vendi i tretë i takon Claudia Cumrakut. Do ta lexoj se emocionet më bëjnë të harroj. Edhe s'dua që këto moment Në dhjetor të 2024-s isha përballë 2 zgjedhjeve që mund të më ndryshonin jetën. Falë mbështetjes së motrës sime dhe familjes, arrija të shkoja në atë intervistë, të cilën sot e kujtoj sa herë që mbyll një transakcion. Blendi dhe Alex, ju falenderoj që besuat tek unë, më vut në pa vlerat dhe aftësitë e mia, dhe me çdo këshill që më keni dhënë, nisa të ndërtoj suksesin tim. Shpresoj t'ju kem bërë krenar. Nuk dua të lë pa përmendur shitjen time të parë me Arlandon. Kur më thej që kjo shitje do më bënte më të fortë dhe që tjera do t'i kisha më të lehta. Kishe të drejtë. Nga ai moment u binda që kjo punë është për mua. Ishte ajo që unë kërkoja dhe ajo ku gjeta veten. Në këtë rrugtim kam pasur kolegët e mi, në të mirë e në të keq, të cilët sot për mua janë bërë një familje. Gjithashtu dua të falenderoj Claudian e vogël Bretamine, që sot në dhjetor të 2025-s është këtu, plot një vit, e pozicionuar në top 3-she. Jam shumë krenare për veten time. Ambicjet dhe ëndrat vetëm sa shtohen dhe bashk do t'i bëjmë realitet. Dua t'ju them të gjithëve, punoni fort dhe besoni shumë tek vetja, sepse atëherë do të jeni të bandajshëm. Gëzuar dhe një vit sa më të parë. Trofeu për qimin e tretë për këtë vit është një monedë silver, e cila është bërë apostafat për këtë vit, nuk e di nëse mund ta kapi kamera, është bërë apostafat dhe ndryshe nga vitet e tjera kur ne kemi pas dhënë shpërblime në vlerë monetare, kjo do jetë një kërkim i cili do ngjitet dhe gjithashtu do jetë me vlerë, sepse është argjend. Vendi i dytë në të gjithë agjencinë për vitin 2025 si best agent of the year, vendi i dytë i takon Sara Buqi. Por se rezultati një vit plot për pleke, masive dhe njerëzit që më kanë mbështetur. Ky vit ne ka sfituar të gjithëve, ka pasur ditë të lehta, por edhe disi kur një po. Kur një po u kthye në do ta mendoj ose dhe një nesër. U zgjat pak më shumë se sa ne prisne. Por pikërisht aty mosuam sa të fort ne jemi si ekip. AFS për mua nuk është vetëm një agjenci imobiliare, për mua jemi një familje pa përjashtim të gjithë. Është një vend ku kam mësuar të mos dorëzohem, të besoj në proces dhe të kuptoj që pas çdo klienti ka një histori, një ëndër dhe një përgjegjësi të madhe. Dua të falenderoj menaxhimin për besimin, kolegët për bashkëpunimin dhe energjinë pozitive. Dhe çdo klient që na besoi një nga një vendimet më të rëndësishme të jetës së tij. Viti që vjen, uroj të na gjejmë më të motivuar, më të bashkuar, edhe më shumë suksese, sepse kur rritet njëri për ne, rritet e gjitha AFS-ja. Dhe falenderoj më specialisht shkon Aleksit dhe Teas, që më kanë mbështetur nga dita e parë në deri në fund. Thjesht dua shumë
çmimi i ekselencës, si gjithashtu edhe çmimi për vendin e tretë është një monedë argjenti e cila është për apostafat për këtë moment dhe dedikuar për Sarën, e cila meriton me gjithë forcat e saj. Më kulminante e mbrëmjes, cilët çmimi për vendin e parë, të cilët gjithë mund ta mencionin se kujt e takon, por nuk është për mendimin tim një pjesë të çështje fati, është një punë, janë përpjekjet e një viti të tërë, mundësitë e një viti të tërë, dhe mendoj që e meriton me gjithë forcat edhe bashkëpunimin tonë. Dhe po ashtu dhe vendosmërinë e vet. Fadil Karuli. Të gjithë, falenderoj shumë që jeni të gjithë këtu. Të thënë vërtetën nuk jam njëri iniciativave, por shkonte kur doja të ndalesha pak çaste, pikërisht për këtë moment, doja të nisja një përshkrim të vogël për gjatë gjithë këtyre 3 viteve, që unë jam pjesë gati e AFS-s. Këtë punë nisa gjatë pas një eksperiencë të gjatë në fushën e shitjeve, më vonë nisa një sektor tjetër pikërisht ai i borxheve, që kishte të bëjë me borxhin, dhe ishte pikërisht ai momenti ku unë kuptova 2 pikë të forta që kisha, këmbulje dhe negociata. Kuptova që dia të bëja më shumë se sa shitje. E dia që fillime që kjo punë nuk do ishte e lehtë, dhe nëse do doja të kisha sukses, duheshe që të punoja fort, çdo ditë, çdo muaj, dhe të isha konsistent. Vinë në vitin 2023, kur më marrë vlerësimin e parë si agent i atij viti, për mua ishte tepër emocionuese dhe kënaqësi, pasi ishte hera parë që më atë vlerësim. Vinë në vitin 2024, kur marrë për së dyti herë radhësi atë vlerësim, për mua ishte tepër motivuese dhe nga njëra anë ishte edhe konfirmuese, pasi vërtetoj që hera e parë nuk ishte rastësi. Vim sonte në mbylljen e vitit 2025 dhe ajo që ndjej më shumë se sa çdo vit tjetër është përgjegjësia. Është përgjegjësia ndaj klientëve që presin nga unë të njëjtin seriozitet dhe korrektësi pune, përgjegjësia ndaj vetes, ku çdo ditë nga për mua nis nga e para, çdo transakcion është si transakcioni i parë, dhe pse jo, përgjegjësia është edhe për që kam kundrejt jush për lek, pasi mund të jem për ju një model rezultatesh dhe pune. Ju falenderoj të gjithëve që kemi qenë pjesë e vitit 2025 dhe uroj që vitit 2026 të na mirëpres me më shumë transakcione dhe punë. Faleminderit shumë. Çmimi për Best Agent of the Year i takon Fadilit, e cila është një monedë argjenti e punuar apostafat dhe me shkrimin franceze dhe latine, të cilat i dedikohen çmimit të ekselencës dhe më i miri i merituar. Faleminderit. I don't ever slow
don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate